Pas debatit publik të krijuar ditët e fundit rreth mbajtjes së koncertit të mjeshtrit të madh Bujar Çamili në stadiumin Loro Boriçi, kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci ka reaguar përmes një deklarate të shpërndarë në rrjetet sociale, ku njofton se koncerti do të zhvendoset dhe nuk do të mbahet më në stadium. Në mesazhin e tij drejtuar qytetarëve shkodran, Beci e cilësoi debatin si artificial dhe të nxitur nga interesa personale, duke sqaruar se qëllimi i koncertit ka qenë një dhuratë për art dashësi dhe një nderim për një prej zërave më përfaqësues të këngës popullore shkodrane. Ai theksoi se organizimi ishte menduar në mënyrë që të mos dëmtonte fushën e stadiumit, duke respektuar detyrimet sportive të stadiumit për ndeshjet ndërkombëtare të vllaznisë. Megjithatë, për të shmangur çdo lloj përplasjeje apo shqetësimi, kryetari njoftoi zhvendosjen e koncertit në një tjetër hapësirë publike. Dua t'ju njoftoj se ne do ta zhvendosim koncertin në oborrin e përbashkët të gjithë qytetarëve shkodran para Bashkisë Shkodër, me tagrin që më jep detyra, por mbi të gjitha me dëshirën që festa e dikujt të mos krijojë shqetësime për askënd, kjo është zgjidhja më e drejtë, shkruan kryebashkiaku Beci. Koncerti i shumë pritur i këngëtarit të mirënjohur Bujar Çamili do të mbahet më 21 qershor para godinës së Bashkisë Shkodër dhe kryetari ftoi të gjithë qytetarët që të jenë pjesë e kësaj mbrëmjeje që sipas tij duhet të shërbejë si një augur i mirë për ekipin kuqe blu të vllaznisë.